Mbetje të kokave, këmbëve e krahëve të shpezëve ka kudo në vende ku shiten. Kjo nga se shpezët vazhdojnë të therrën ilegalisht në atë që njihet si pazari i veturave në zonën industriale. Ani pse 2 vjet më parë ishte marrë vendim që hapësirat publike të mos shfrytëzohen si therrore, i njëjti nuk u respektua. Pavarësisht se ekziston një vendim që ndalon therrjen e kafshëve dhe shpezëve në hapësirat publike, një gjë e tillë nuk respektohet asnjëherë në pazarin e veturave në komunën e Fushë Kosovës. Megjithatë, nga Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë thonë se inspektimet po bëhen e po ashtu edhe dënime po shqiptohen. Pengohen edhe nga autoritetet tjera siç është Policia e Kosovës. Ne gjithmonë si autoritete bashkë veprojmë dhe në secilën situatë ndërmarrim veprimet ligjore ku edhe ndaj palëve iniciojmë flet paraqitje për gjykatë. Sipas zëdhënësit Lamir Thaçi, me këtë veprim përveç që shkelet ligji, rrezikohet edhe shëndeti publik. Në njëjtën kohë rrezikohet edhe shëndeti publik, andaj ju bëj apel gjithë qytetarëve që mos të therrin kafsha apo shpezë në hapësira publike, sepse ekziston një numër i madh i faktorëve mikrobiologjik, të cilët mund ta kontaminojnë mishin apo. Njëjtë shpezët therren edhe në tregjet më të vogla në komunat e tjera.